Sefedin Lahu Luboveci është një burr që rastësisht ka hyrë në botën e aktrimit, por shpejt është dalluar për talentin dhe natyrshmërinë e tij në skenë. E sfidueshme shumë, domthonë po është edhe një lloj pasioni, domthonë kam si pasion, kam skenar shumë, po pëja dalë, nuk e di as vetë qysh pëja dalë, po pëja dalë domthonë pa ndërhyrje, pa problem. Si fëmi, gjithmonë kam ndërru, po domthonë profesioni kam pas tjetër, kur kam mbaru në vitin 1981 kam mbaru shkollën fillore, kam shkuar në shkollën ushtarake fillimisht në Zagreb. E tani na transferu në Beograd edhe lypa me shku në Sarajevo, se dyqysh mu do ke vend i huj Beogradi. E masi nuk arrita në Zagreb, e vazhdova në Sarajevo, e përfundova, edhe me sish situata politika tërë shumë e rëndë për shqiptarë, dhe më thonë, nuk mujta këtu me vazhdu fakultetin, atëherë e regjistrova disa zanate me korespondencë, dhe më thonë e kreva, e kom krya gjyqtator montuese, e kom pas fatin edhe privilegjin me kon pjesë e luftës. Kam shërby si ushtar, po kam shërby edhe si zamens komandant togu. Ato, edhe për mu, domthon, gjatë jetës teme, e arritja më e madhe është që kom qenë pjesë e historisë edhe historia nuk rishkruhet. Ka qenë domthon gëzimi jem më i madh në jetë që ku mujt sa do pak, që thuj një krone me citë për formimin e shtetit. Përveç aktrimit, ai njihet edhe për vlerësimin e madh që ka ndaj traditave shqiptare, të cilat i ka trashëguar nga familja e tij, që i ka ruajtur me përkushtim brez pas brezi. Traditat, unë mendoj që traditat janë kulturën e popullit. Domthonë, tradita është shumë e rëndësishme me ru njeri identitetin e vetë si popull. Edhe pse ka nisë mos be, po qëtu seriale e kanë rikthyr, domthonë serialet e vjetra e kanë rikthyr pak, domthonë kohën e atëhershme dhe rinia pak a shumë po mundën me po qysh ka qenë atëherë. Se tradita kanë fillu me të fillu prej pritjes musafirve, prej organizimit dasmav, se dasmat ka qenë në ryshe atëherë, kanë qenë shumë atë bukëra. Domthonë ka fillu dasma në Tejten, u zhvillu në Shtunën, në Darkë, ka vazhdu në Dilën, deri sa u hidha Onri, dhe kur kanë arë musafirt të i zoti shtëpisë, ata tafërmit që kanë qenë aty afër, ka qenë shumë musafir, e i ka marrë se cili ka 10, ka 5, ka 12, sa ka pas vend, kanë shku, kanë bujt aty afër, ju kanë dhonë mëngjes, kanë ardhur dhe kanë vazhdu dasmën. Ka pas, të gratë ka pas defa, të burrat ka pas shahira, ata kanë knu, këta e në knas, kanë dëgju, dikur ata kanë pushu, këta kanë bisedu, kanë tregu tregime, kanë tregu mesele, ka qenë knatësi. Ta shkon dasma, nashta ushqimi është më i mirë, po s'mundesh as me ndëgju për muzike, as mundesh me nërru laf, as mundesh kurgjys. Plest. Po psa e ki ndonjë kujtëm ose diçka? Ka një për emocionet, po ata kanë qenë akademia jonë. Akademia e shkencave është zero kundër tyre. Ata kanë qenë shumë dishëm, shumë turtë, na kanë mësu shumë sene, shumë probleme kanë zgjidh, s'ka pas vrasje që shko tash, s'ka pas pabesi që shko tash. Po çka është një mësim më i madh që e ke marrë nga pleqt, pasi që edhe jemi duke fol? Më falni për emocionet. Mësimi më i madh ka qenë me konë gjithmonë besnik. Domthonë, me majt fjallën edhe në qofë se të bjen keq, e ke dhonë fjallën do të me majt, edhe kur të bjen keq.
e në jetën e përditshme tash, e shoh edhe në aktrim, për shembull, tash masivis jem në aktrim, për pak pare ta nërën, domethënë punën, produksionin, e shkel fjallën, edhe jo veç në film, po në jetën e përditshme për çdo sen, parja është domethënë e prish njerin. Unë e rrjedhi nga një familje me tradita kombëtare, domethënë unë tash vonë kom shkruar edhe një libër Nën breza për ballë fortuna të jetës, cilën e kom botuar në 2021, 4 vite kom punuar atë libër. Domethënë për një shkrimtar që ka përvojë, nashta nuk i duhen më shumë se 4 muaj, po unë si amator edhe kom dash me kon libri, domethënë me argumente, mos me kon veç fonton dëshirash, sikur shumë libra që po hasin to që përkujnë me realitetin fare. Veshja kombëtare ka domethënie të madhe për mua, po edhe për popullin shqiptar është dash me pas domethënie, se unë tash jo që i kam këtu për aktrim, po secili njeri në shtëpinë e vet është dash me pas një parë, qoftë për ceremoni, domethënë shkon e fol bajramin ose është një dasëm diku në veshet njeri për cep, domethënë me tregu atë identitetin e vet shqiptar. Edhe për mua ka shumë rëndësi. Mesazh me ru traditën shqiptare dhe me ru besën shqiptare. Se përpara shqiptarët kur e kanë jep besën, kryt e kanë jep e besën se kanë shkel. A mendon që tash po ndodh pak e kundërta? Valla mendoj që shumë e kundërta. Po jo domethënë të gjithë, po